Për një bukë që mund të futet në qese, gjoba fillon nga 500 euro. Nëse konstatohet se përdoret vaj ricikluar gjatë procesit të prodhimit, mbyllet fura. Ndërsa bukën e prerë nuk e kërkon askush, pasi të gjithë e dinë se brisqet e makinës prerëse kanë substanca kancerogjene. Këto janë disa prej kushteve të paprekshme të prodhimit dhe tregtimit të bukës në furat e Strugës në Maqedoni. Ndodhen në Strugë, në qendër të qytetit, në një fabrikë buket, në fabrikën e buket të Sabri Muçajt, për të mësuar gjithësisht se si prodhohet buka në furrën e tij në qendër të Strugës. Sabri Muçaj është nga Prizreni, por prej 5 vitesh ka hapur një furrë buke në qendër të qytetit të Strugës. Sabri u tregon se familja e tij ka një traditë 100 vjeçare në prodhimin e bukës. Kjo bukë është e prodhuar në Korçë. Po thuaj, çfarë dallon te kjo bukë? Çfarë nuk shkon te kjo bukë? Po, si e shofon higjiena nuk është bash si duhet. Koncepti i rigatimit të bukës së mbetur në furat e Strugës nuk ekziston, ashtu se që ruhet e pandryshuar në vite, pesha dhe çmimi i saj. Buka që i mbes të unë, që i ngel, i fus në përthasa dhe jap as për me hangër nuk i jap. Megjithëse deri në 7 ditë ka afat buka për me hangër. Po për ta kryer në kazan për ta rigatuar? Ja, nuk ndodha ajo. Nuk ka qysh ndodha ajo. Ja, po që ndodha ajo nuk është forragjia. Me një bukë të blerë në Strugë tentuam të bënim të njëjtën gjë në një nga furat e Korçës, ku prodhuesi të vlerësonte bukën e gatuar në Maqedoni dhe të na tregonte mënyrën e prodhimit të bukës në Korçë, por kjo ishte e pamundur. Askush nga furat e kontaktuara nuk pranoi të bënte një krahasim të tillë.